jeta e këndshme në jetën e kësaj bote manifestohet nëpërmjet një qetësie në zemër. Se jeta, natyra e kësaj bote nuk është një avas, po është gëzim, pikëllim, lumturi, dëshpërim, smuje, shëndet, sprova, të mira, të këqija. Domethënë dunjaja është me batica dhe me zbatica. Po në këtë dunja, në këtë jetë të këtillë, njeri më stabil, më i qetë, me zemër të qetë është vetëm besimtari. Për çat besimtari është i para përgatitur mi u bë ballë dhe sfidave më të mëdha, po është edhe i para përgatitur, domethënë edhe për mi përjetu kënaqësitë ndryshme të jetës së kësaj bote. Dikush jo. Domethënë derisa është mirë, është i lumtur. Pak mi u prish ajo stili të jetuarit me ndonjë sfidë, me ndonjë sprovë, me ndonjë problem, domethënë i kthehet jeta në një minxyr, në një, domethënë, zi e një fatkeqësi, nga e cila nuk mundet dhe vështirë ka me dalë. A besimtari jo? Besimtari, më thonë, jeton me besimin se gjithçka është e caktuar për Allahut. Për çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është për të çuditur puna e besimtarit. Çdo gjë në jetën e tij është mirësi. Nëse i ndodh një gëzim, ai e falendron Allahun dhe shpërblehet për këtë. Nëse i ndodh një pikëllim, një fatkeqësi, ai bën sabër dhe për këtë është shpërblet. Dhe kjo nuk vlen për kërkan tjetër përveç për besimtarin. Pra kjo është kuptimi se me të vërtetë njerëzit e mirë i kanë një jetë të këndshme, duke e njohur Allahun, duke e pranuar dhe kuptuar natyrën e kësaj jete dhe duke e përdor halalin ashtu siç e ka lejuar Allahu subhanahu wa taala.